Jo, nuk jam. Jo, kam hequr dorë nga kjo. Jo, mendoj që është egzageruese. Unë mendoj që interesi kryesor i SBA-s është që ky vend të jetë stabil, ketë sa më shumë demokraci, po varet sa prodhon demokraci, dhe të ketë partneritet në ato gjëra që quhen prioritetet kryesore të tyre, të cilat deri diku nuk preken edhe me këto që po ndodhin në Shqipëri. Se niveli i korrupsionit ata zgjidhin për 5 minuta. Ata mendojnë që një shoqëri kur ka një dikon të korruptuar e largon në zgjedhje radhës. Nuk e mban për vite me radhë, por nuk e zavën sa më një të korruptuar, gjë dikë tjetër. Kështu që është çështja jonë, nuk votojnë amerikan kutinë e votimit për ne. Ata çfarë mund të na thonë, ata e kanë thënë me mesazhe kryesore, e kanë thënë në forma të ndryshme. Shqipëria pretendon për shkuar në BE, ka shansin historik për shkak luftës në Ukrainë, dhe mund të ndodhë kjo gjë që Shqipërisë të jepet shansi, por për shembull po ju marr rastin e Parlamentit Gjerman, meqense e njoh më mirë, ata janë shokuar kohët e fundit kur marrin informacione nga Shqipëria që parlamenti miraton ligje, ne quajmë ligje me kile. Do thotë duhet dërgojnë 3 kile ligje në Bruksel, dhe duhet të miratojnë 10 ligje për të çuar në Bruksel pa konsultim, pa debat, pa respektuar rregullat kryesore të vendimit parlamentar. More dhe mund të po thjesht janë përkthyer me ChatGPT nga standarde të tjera dhe ka vlerë. Jo, ata tregojnë që me ligje kanë mbuluar gjëra, kështu janë ekspert që i bëjnë, ka thënë Petra Arnori. Nuk janë socialistë, janë specialistë. Problemi është që po merr ato një ligj për shemb për lobingun tani. Është absurde, ja kanë çuar një komisioner që s'ka lidhje mbi këshirën e ligjit, se kanë çuar institucionin përkatës. Dhe konfliktin e interesit e kanë me ligjin tjetër dhe nuk kanë bërë asgjë dhe kanë futur dhe këtu. Dhe kjo është absurde, më kjo është ligj për ta përkthyer anglisht të mos zgjidhesh probleme. E dyta, meratova amnistin, po kush përfitoi? Qytetari thjesht që s'kish paguar energjinë, i dërguan policë e futën në burg ata. Dhe na vdiqën njerëz në burg. Jo, nuk kanë përfituar. Kemi arrestuar një pallat me banor në fushkruajin. Madje as protestues të bollit nuk kanë përfituar nga kjo amnistia kalon. Këta ishin ta klientët kryesorë të vendimmarrjes dhe duhet të ketë një mekanizëm këtë për të bërë publike dhe forcimi i parlamentit do na prodhojë më shumë demokraci. Dalim edhe në atë pikë. Edhe me këta deputat që kemi. Okej, zoti Shehi, tek pjesa e opozitës, pse nuk pati një lloj, le të themi, vullneti, iniciative për ta zhndruar të gjithë për gjithë këtë lloj kapitali, gjithë këtë lodhje qytetare në një kapital politik? Çfarë mungoi? Nuk është se s'ka dëshirë, gjithë duan këtu në Shqipëri, puna është që protagonistët kryesorë janë bërë ato. Edhe kjo punë nuk kthehet, kjo është fotografi gjimnazi, po të njëjtët njerëz me të njëjtët llafa, të njëjtë ide, me të njëjtët interesa, me të njëjtët probleme që kanë ato që janë përballë. Edhe këtu mëllët historia, qoftë do ketë ide të reja, njerëz të rinj, forca të reja, ti je sigurt që do ketë entuziazëm më tepër. Për vazhdimsi, për inerci, për besnikëri politike, s'del më njeri atje, se janë të lodhë. Edhe ta thash edhe kjo, i duken pothuajse të gjithë njësoj. Kuptoni, probleme, ndryshon numri i apartamenteve, po njëri thot ka 300, njëri ka 30. E çep prish ka për qytetar, ai shoj thot janë të gjithë. Sa që dhe ne s'kena kur gjokur qofin kështu thot hamër se politiket martë. Merë dhe ti i zhull kot, kuptoti, i lopat balde. Kjo, prandaj po them, ka ardhur dita të ndryshoj përcjellja politike, ndryshojnë njerëzit e fytyrat. Nuk vazhdon, nuk gjeron shumë vend po kjo situatë. Kjo është e gjitha, kryesore. Pastaj ka shumë gjëra tjera, ta thash lodhja e qytetarëve, ndërhyrja, ta thash mediat që janë shumë korrekte, dorëkombëtarët edhe ato shpeshherë se kanë dhe ato elemente korrupsione të gjithë, mos kujto se janë nengjë gjithë. Ne gjykojmë një trajektore, po një trajektore prodhon disa vektorë. Sa herë këtu ambasadorët bëjnë një letër në favor të qeverisë, e bëjnë me 2 qëllime, shpeshherë që vendit mos afektohet, si me thënë, nga i keqja të ketë shpresë, ketë besim për ta. Shpeshherë sepse dhe ato vetë janë përzim në raportet me qeverinë. Ato kështu është histori që ndodh me vendet e vogla. Po unë them tendenca ajo, si me thënë, rezultantja është që ne duhet jemi në një linjë, në një gjurmë me to. Ndryshe ta thash, kena shumë më pak hapësira. Pastaj, a do na mbështesin të huajt për këtë punë, sidomos amerikanët, varet dhe me raportin që
është Amerika me Europën, sot në varë dhe me rolin që do të luajë Shqipëria këtu në Ballkan, sepse këtu ka dhe Ballkan operojnë edhe linja tjera, jo Turqia, jo këto, si që pat na falen një avion sot. Po pse keq me